Radhë kilometrike në Kakavi mes ditën e së martës, pas nisjes së kthimit në vendet e punës të emigrantëve shqiptar. Siç duket nga pamjet, vargu i mjeteve në territorin shqiptar i kalonte 2 kilometrat, ndërsa në pjesën greke rreth 3 kilometra, ndërsa pala shqiptare punonte me 5 sportele, dogana greke punonte me 2, çka ndikoi në fluksin e lartë të kalimeve. Por një tjetër shkak ishte edhe se një pjesë e emigrantëve shmangën doganën e Kapshticës për shkak të problemeve me motin. Nuk punojnë, radio thotë punojnë 3 sportele. Dhe nuk e di pse, në vendin ton çfarë bëjnë këto gjëra. Nuk vim dot se do ndërrojmë çdo vit, do ndërrojmë pasaportat. Sa kohë keni këtu që prisni? Një orë fiks. Juve nga vini? Nga Durrësi. Nuk i ra nga Kapshtica sepse ka probleme me dëborën e i ra nga Kakavia? Sepse këtë vjen gjithmonë. Dëbora dhe ka më shumë mjesht. Edhe në portin e Vlorës, fluksi i lartë i pasagjerëve ka krijuar radhë dhe vonesa. Po esim biletet e tragetit. Autobuset kanë ardhur. Vini gjithmonë për festën në Shqipëri? Po kemi ardhur, si jemi shqiptarë, vim për çdo 6 muaj. Mos që më keq, po jemi detyruar ta pranojmë. Pse ta pranoni? Se ky është realiteti. S'na thonë gjë, ne s'u themi gjë. Jemi mësuar me këtë ambient, s'ka për të shumë ajo. E një 2-3 orë tjera. Është i ngadalë shërbimi portual apo çfarë ndodh? Shumë i ngadalë. Në pikën kufitare të Muriqanit, ndonë se fluksi është i konsiderueshëm, puna me 6 sportele ka bërë që pritjet e qytetarëve të mos jenë të gjata. Paralelisht me kalimet, policia ka forcuar kontrollet në pikat e kalimit kufitar për të shmangur shfrytëzimin e ditëve të festave nga personat me precedent penal që duan të lënë Shqipërinë apo për sulme të mundshme terroriste.